Në asamblenë e 25 të agjensive të lajmeve të vendeve të detit mesdhe, kryetari i kuvendit Ilir Meta ka vlerësuar rolin që ka media në promovimin e vendit, por edhe në komunikimin midis popujve, sidomos të atyre që kanë pasur probleme në të kaluarën me njëri tjetrin. Kryetari i kuvendit kërkoi nga mediat shqiptare të jenë objektive në përcjelljen e lajmeve që kanë të bëjnë veçanërisht me turizmin, duke i ftuar që të mos kthehen antireklam për sektorin më të rëndësishëm ekonomik. Shohim që ka media në Shqipëri që për shkak të interesave të kompanive të caktuara, të cilat kanë interes për të promovuar turizmin e shqiptarëve jashtë Shqipërisë, të përhapin lajme dizinformuese dhe keq informuese. Ne nuk kemi kundër promovimit të turizmit në vendet e tjera, përkundrazi, por është shumë e rëndësishme të theksojmë që media duhet të jenë objektive gjithmonë. Ne nuk themi të fshehin realitetin, të fshehin të vërtetën, përkundrazi. Gjatë asamblesë 25 të agjensive të lajmeve të vendeve të detit mesdhe, drejtues dhe përfaqësues të agjensive të lajmeve zyrtare dhe publike nga 22 vende diskutuan për ndjeshmëritë dhe rolin që duhet të luajnë këto institucione të rëndësishme mediatike në promovimin e turizmit në këtë rajon dhe sfidat në periudhën aktuale.